Atëhere, jemi sërish në pjesën e dytë të emisionit sot, po flasim edhe jashtë kamerave. Ju lutem, profesoresh Kika, a mundet të përhapet gripi i shpendëve dhe tek kafshët e tjera që nuk janë shpend, për shembull tek gjedhët, meqense afërsia e shpendëve shtëpiak me bashkëtimin e gjedhëve është aty tek fermat tona shtëpiake? Sigurisht që mund të përhapet, dhe jo vetëm te gjedhi, mund të përhapet dhe në lloje tjera kafshës, siç mund të jetë deri, dhe te deri pastaj kemi të bëjmë me një virus edhe më të rrezikshëm. Si quhet ai gripi i derit? Gripi i derit, i cili është një grip tjetër, përbën, domethënë është një të njëjtës familje, por miksimi në specien e derit sjell një pasiguri akoma më dhe më të madhe, një cënim akoma dhe më të madh të sigurisë ose shëndetit kafshëve, po kështu dhe shëndetit publik veterinar. Mund të preki dhe specien e kafshëve të shoqërimit, maceve, qend, të cilët jo vetëm për shkak të bashkëjetesës me shpendët, sepse në mbar vendet e botës kemi të bëjmë me ferma mix, ashtu quajturat ferma mix, ku kemi një numër të caktuar kafshës lloje ndryshme. Po, është e mundur të gjedhi, tani më janë dhe konfirmuar raste në Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe më gjërë. Megjithatë, ende në Republikën e Shqipërisë ne nuk kemi pasur asnjë rast të dyshuar, po mbajmë në monitorim të vazhdueshëm jo për të shkaktuar panik, por për të pasur situatën në kontroll, pikërisht për të parandaluar përhapjen e virusit influencës aviare në vetvete, po më tej dhe në speciet e tjera. Nuk kemi, më falni se ju ndërprerë. Jo, nuk kemi. Nuk kemi rast të deklaruar, të njohur ende, që është prapur o ke gjedhi o tek deri, që është shumë i rrezikshëm. As tek kafshët e tjera të shoqërimit, siç mund të jenë qenë dhe macet. Nuk kemi raste të tilla. Jo, aktualisht në Shqipëri nuk kemi as dyshime për këtë përhapje të virusit të mëtejshme. Po, atëhere në lidhje me situatën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me çmimin e vezëve, nëse më lejoni, po shikojmë grafikun e tretë. Çmimi i vezëve 2025 marsi, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shqipëria. Në fakt, shtrenjtina atje ka filluar që nga janari, me sa duket edhe vatrat e gripit shpendëve që në atë kohë ndoshta kanë ardhur. Duhet të shikojmë ndoshta edhe me grafikun e dytë, po këtu kemi, faleminderit regjisë, mund ta situash komentojmë edhe së bashku, edhe me profesoreshën dhe me drejtorin, edhe me përfaqësuesin e akut dhe të kashit. Në SBA është një rritje shumë e fortë. Domethënë ne kemi marrë të dhënat e parashtuara nga vetë Departamenti i Bujqësisë amerikan, në gusht të 2023 ka qenë për pakot që i kanë ata karakteristike 12 vezë, çmimi i tregut me pakicë rreth diçka më shumë se $2 amerikan. Në mars të këtij viti, pra pikërisht tani që flasim, ka shkuar në gati $5, pra një rritje 240%. Në Shqipëri, deri tani, me matjet, me qoftë edhe pyetjet që kanë bërë edhe para sa të vija në emision, nuk duket të kemi shtrenjtim të çmimit të vezës, që është një gjë shumë e ndjeshme për qytetarin. Në gjykimin tuaj, zotë Mici? Mendoj e para, siç thamë, ne nuk është se jemi prekur masivisht. Ajo që ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me gripin e shpendëve ka marrë për masa shumë të mëdha. Këtu ne rikonfirmojmë ato që zonja Kika theksoi që është shumë e vështirë mbajtja nën kontroll, qoftë edhe në masa të rrepta biosigurie. Pra, duke qenë se përhapet nga ajri dhe me shpendët e egër, kthehet në një mision shumë të vështirë. Si ja kemi dalë të i tani? Ju kërkojnë tjesë se po ju ndëroj, po qytetarët ta kuptojnë më mirë. Se i thonë gati 10 ditë, që nga 3 marsi. Dua të them që stabilimentet në Shqipëri janë në nivele investime shumë të mira. Pra janë 68, një u prek, 67 tjera janë investime të mira. Të gjitha janë investime shumë të mira. Edhe ai prekuri, nuk duhet ta veçojmë. Sigurisht se atje vërtet është dramë, jam dakord edhe me shqetësimin e zotit Rapaj. Ajo që unë dua të ritheksoj është që zbatimi me rigorozitet i masave të biosigurisë, pra një kontroll shumë i rrept si i personelit që futet në stabiliment që punon, ashtu edhe makinat, qoftë edhe makina e ngarkesës së plerave, pra duhet kalojnë për vaska disinfektimi. Çdo gjë që hyn. Po, çdo gjë që futet. Në të 68 stabilimentet. Dhe duhet që edhe veterinerët tanë që vizitojnë këto stabilimente
nuk duhet të kenë shkuar dhe të kenë vizituar më përpara stabilimentet tjera të smura apo... Kjo është një masë, është biomasë, pra është e biosigurisë. Është një plan masash në vetë. Shumë i gjerë. I cili parashikon ndarjen e tij në 2 faza. E para është biosiguria jashtme, që nënkupton pikërisht perimetri rrethues, hyrje-daljet, qoftë mjeteve transportit, qoftë punonjësve apo vizitorëve, tregtarëve të ndryshëm, pra gjithkush që hyn, çfarë do lloj mjeti që hyn dhe del. Dhe po kështu kemi të bëjmë dhe me biosigurinë e brendshme, që nënkupton që secili ne e quajmë në përditshmëri kapanon ose njësi mbashtimi, të ketë një plan masash të veçantë dhe të dedikuar. Qoftë që nga personeli, i cili manipulon dhe merret me shpendët në këto kapanone, po kështu mjetet e punës, veshjet një përdorimshe të dedikuara sipas njësive të prodhimit ose kapanoneve, apo dhe komunikimi nëpërmjet mbledhjes transporterit vezëve e kështu me radhë. Po kështu, përveç masave të biosigurisë, një vëmendje e shtuar i është kushtuar edhe nga shërbimi veterinar tani desinfektimit. Më falni, tani që po flasim, edhe për ju drejtore kam, po zbatojnë këto masa? Dhe juve po i monitoroni në të 67 stabilimentet e tjera? Se mirë njëri u blokua, u mbyll, për fat të keq. Ne, jo më larg, po ditën e djeshme kishim një takim me gjithë stabilimentet kryesore dhe sidomos të zonës së prekur, dhe jo vetëm me administratorët, por me drejtuesit teknik e para, për të vënë theksin e këtyre masave, dhe e dyta për të bashkëpunuar me njëri tjetrin atje ku janë hallkat e dobta të zinxhirit, qoftë nëse ka nga stabilimentet, ashtu edhe nga shërbimi veterinar që ata të jenë prezent. Pra, si shtash... Mblodhët ministrit? Po, ishte një takim... Profesuesve 67? Ishte një takim në ministri. Besoj që takimet tilla gjithmonë janë të mira, janë të frytshme, sepse realisht... Ishin të shqetësuar ata? Si pat? Si lexuhet? Investimet janë shumë të mëdha dhe dëmi është kolosal në rast se preken dhe stabilimentet e tjera. Kështu që sigurisht shqetësimi është legjitim, është normal. Rreziku është prezent, siç e tham edhe më parë. Kështu që për sa kohë mund të vazhdojë ky rrezik? Apo nuk dihet? Tani në rast se nuk ka raste të tjera që të zgjerojë artën e plani kontingjencës parashikon një bllokim dhe një mas karantinore deri në 21 ditë. Pra në rast se nuk ka shpërthim. Që në rast se nuk ka vatra të tjera, për 3 javë kemi shpëtuar. Dhe ne flasim për 2 zona, zonën 3 dhe 10 kilometra. Pra, në këto zona, të cilat spostohen sipas rastit të konfirmuar, nuk ka aktivitet të lëvizjes së shpendëve, janë nxjerrë dhe urdhra ministri, me njëherë mbas konfirmimit, që bllokojnë lëvizjen e shpendëve të gjallë, produkteve nga zona e mbrojtjes, sidomos nga fermat e infektuara ose nga njësitë e prodhimit infektuara, në mënyrë që të mos përhapim... Gjitha këto masë po zbatohen tani që flasë? Po, shërbimi veterinar ka ngritur grupe kontrolli me 5 grupe kontrolli për rastin në fjalë, duke monitoruar në mënyrë të vazhdueshme, jo vetëm stabilimentin, por dhe zonën përreth, për të kuptuar le të themi shpërndarjen ose tendencën e përhapjes së virusit. Dhe në rast se nuk do ketë të tjera, profesorish Kika, në 24 mars normalisht masa karantinore apo emergjenca mbaron? Normalisht dalin urdhrat e heqjes karantinës, megjithatë do të vijohet edhe për një periudhë tjetër me desinfektimin e vazhdueshëm dhe po kështu përgatitja e stabilimentit për shpendët e rinj, sipas planit kontingjencës, ka një periudhë caktuar ku vendosen shpendët sentineli, themi ne, ose shpendët e provës, në mënyrë që të vërtetohet që prezenca e virusit tani më nuk ekziston. Për juve, Agjencia Kombëtare e Ushqimit, sa e sigurt është që nuk do të kemi më vezë të infektuara edhe shpend të infektuar? Aktualisht, stabilimenti është vendosur... 3 javë është periudha e karantinimit, e provës. Po, përjedhoj
Edhe ju do jeni në provë të kohë? Stabilimenti është vendosur në karantinë. Jemi të sigurt që nuk kemi shpend të infektuar në treg për arsye se Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve ka marrë masa për eliminimin e shpendëve të infektuar. Përjetoj edhe produkti vezë nuk ndodhet në treg, është i bllokuar në stabiliment me destinacion eliminimin që do të procedohet në ditët në vijim. Pasi të mbaroj periudha e karantinës, pasi të nisi periudha me zojsh të test, do të vijojmë në një gjendje normale nëse s'kemi përsëritje po. Derisa të garantojmë që produkti është i sigurt. Po deri atëherë ju jeni sy e vesh hapur në kuptimin që absolutisht. Jemi duke monitoruar. Të bëj një ndërhyrje, po flasim për një stabiliment i cili kishte 4 kapanone ose 4 njësi prodhimi. Njësia e parë e prodhimit është eliminuar e gjitha, sepse u konfirmua... Ishte vatra qendrore... Po kështu kemi prezencë të virusit të konfirmuar edhe në 2 njësi të tjera. Duhet të dim gjithashtu, konsumatori duhet të di që shpendët duhet të kenë një mosh diku tek 16-18 javore për të filluar prodhimin e vezëve. Po kështu, e rëndësishme është që normaliteti do kthehet, por stabilimenti do t'i duhet që të marrë shpend të rinj, cilë do të kenë një mosh një ditëshe, dhe do të pritet për një periudhë 18 javore për të filluar dhe të vilen vezës. Kështu që në aspektin e sigurisë ushqimore, do të kemi një periudhë të gjatë të këtij stabilimenti përpara se të rihyjë në prodhim. Që të marrë shpend për t'i futur në prodhim. Atëherë, zoti Rapaj, në gjykimin tuaj, janë marrë të gjitha masat dhe ndërkohë i lutem edhe një herë regjisë në lidhje me çmimin e vezëve, grafikun 2. Neve kemi një grafik të marsit të vitit 2022, koha kur vezët tona, që vezët e hapura, vezët paketim 8 kokra, apo paketim 15 kokra, u rritën ndjeshëm. U rritën me 1/4. Nuk jemi në këtë situatë, për arsye sepse është vetëm një stabiliment, është vetëm një subjekt që është i infektuar. Nga 68. Nga 68 dhe ky nuk ka peshën për të ndryshuar trendin e çmimit. Nuk është kjo frika në këtë moment. Qytetarët të rinë të qetë, çmimi i vezës nuk do rritë. Nuk besoj se askush të marrë një iniciativë të tillë të rrisë çmimin në këtë situatë, kur tregu dhe kërkes oferta nuk është e tillë. Nuk është ky shqetësimi jonë. Shqetësimi jonë është dëmi që është shkaktuar këtij stabilimenti dhe si ky stabiliment do ta përballojë këtë dëm që është krijuar nga ky faktor madhor. Natyrisht që ne kemi një defekt shumë të madh, jo vetëm për këtë stabiliment, jo vetëm për këtë rast të fatkeqësisë, por për shumë raste të tjera, që ne nuk kemi një skemë të mirë të sigurimeve shëndetësore, të prodhimeve të gjitha llojeve, dhe mungesa e kësaj skeme do na vështirësoj shumë përballimin e fatkeqësisë që ka ndodhur nga pikpamja ekonomike. Kjo do vështirësoj shumë dhe unë këtu besoj duhet diskutuar dhe duhet gjetur rrugët për ta lehtësuar sa më shumë që të jetë mundur që ky dëm që është shkaktuar te ky stabiliment të lokalizohet këtu, që të jetë sa më i vogël. Deri tani duket i lokalizuar. Dhe mandej ne të shohim dhe ministria çfarë duhet bëj në lidhje me këtë për të lehtësuar këtë proces. Ja ta dëgjojmë pikërisht drejtorin zotin Mici. Atëherë, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për të tilla raste ka një skemë e cila është e përcaktuar mirë në një VKM për pjesën e dëmshpërblimit. Flasim për gripin e shpendëve. Është vendimi i Këshillit Ministrave i veçantë. Po, i cila referohet edhe për mënyrën dhe sasinë e dëmshpërblimit. Megjithatë, ajo që doja të theksoja është që sigurisht kompania do dëmshpërblehet për pjesën e pulave, sepse ne si ministri nuk azjesojmë vetëm ato që kanë ngordhur, por edhe të gjalla, duke qenë se i gjithë stabilimenti është në karantinë dhe konsiderohet i infektuar. Nga ana tjetër, ajo çka e rëndon më tepër situatën e kompanisë në fjalë në këtë rast është periudha e gjatë e rekuperimit që ata do duan të dalin në treg. Megjithatë, pjesë, si thuash, e këtij kësaj ngarkese ekonomike që kompania merr, është edhe Ministria e Bujqësisë e cila ju vjen në ndihmë në këtë. Pra ndihma është e garantuar për këtë fatkeqësi, për këtë fatalitet
të këtij gripi shpendve? Dëmi me ndihmën ka një diferencë, se nuk janë të barabarta, nuk është se do shpërblet aq sa të dëm kapsuar, nuk është se do shpërblet për periudhë që ai nuk do punoj, nuk është se do shpërblet për atë investim të ri që ai do të bëjë në kuadër të rifreskimit të shumë ambienteve që ai do të bëjë patjetër brenda stabilimentit. Pra dëmi shumë i madh. Prandaj kam ngul fort të them që më mirë është parandalimi i dëmit se sa dëm shpërblimi. Asnjëherë nuk ka një përputhje këto të dyja. Megjithatë, shumë e rëndësishme për ne është që të punojmë në front. Të punojmë në front dhe të punojmë gjithë për një qëllim të caktuar. Dhe qëllimi në këtë rast është i përbashkët. Edhe Ministria e Bujqësisë, edhe AKU-ja, edhe sektori privat, edhe stabilimenti vet kanë të njëjtin qëllim, të mbrojnë konsumatorin në radhë të parë nga përhapja e këtij virusi në tërësi, të mbrojnë subjektet e tjera, sepse po u zgjerua dhe po arritëm që ne të kemi një dëm kolosal, siç po e shohim në Amerikë, do të na reflektohet kjo në treg dhe konsumatori do të dëmtohet. Deri tani duket 10 ditë që s'ka. Nuk është po 10 ditë, këtu çështja e vijimësisë. Pra edhe konsumatori duhet të jetë alert në këtë drejtim, në mënyrë të tillë që ne të mos na ndodhi dhe të mos na zgjerohet kjo. Ky është momenti dhe pikërisht unë për këtë jam sot në këtë emision, në mënyrë që të të ndërgjegjësojmë njerëzit që rreziku është real. Profesoresha e përmendi çfarë rreziku ka. Ministria është në alert dhe drejtori i përmendi masat. Është një gjë pozitive që nuk është që ne jemi pa eksperiencë në këtë drejtim, kemi eksperiencë dhe e kemi përballuar më shumë dhe më mirë nga shtetet e tjera, pra kemi një përvojë dhe kjo përvojë na shërben edhe në këtë moment. Por momenti tjetër pastaj më i vështirë do të jetë për kompaninë dhe për subjektin. Dhe për këtë duhet menduar edhe në vijimësi se ç'duhet bërë. Do të me program të veçantë. Po, duhet menduar për këtë ç'duhet bërë, por unë nuk heq dorë asnjëherë që ne në këtë moment duhet të sakrifikojmë në drejtim të alertit. Të jemi sa më shumë alert, pa u friksuar, por sa më shumë alert për të parandaluar. Zoti Mici? Ja, s'kishë. Zonja Kush? Atëre, profesoresh, doja t'ju pyesja. Ju folët që kemi patur shenja të gripit të shpendve edhe në muajt më parë, në oboret familjare të fermerëve, siç ka ndodhur edhe 3 vite më përpara. Këto shenja janë rritur me kohën, apo kanë qenë raste të izoluara që nuk kanë përbërë shqetësim serioz? Kanë qenë raste të izoluara që kanë përbërë shqetësim serioz për shërbim veterinar dhe për Ministrinë e Bujqësisë, sepse janë ndjekur rast pas rasti, duke kufizuar përhapjen pikërisht në zonat perimetrale të karantinës 3 dhe 10 kilometër. Nuk mund të them që kemi pasur shenjat gripit shpendve, por kemi pasur rastet konfirmuara, për cilat janë marrë gjitha masat në mënyrë që të eliminojmë përhapjen në zonat që kanë qenë më parë, kanë qenë në zonën e Tiranës, në zonën e Gjirokastrës, në lagunën e Nartës, në shpendët e Egër, patëm një numër të lartë të shpendëve të gjendur të ngordhur, të shpendëve të Egër, e cila ka kërkuar gjithashtu bashkëpunimin me autoritetin, Agjencinë e Zonave Kombëtare të Mbrojtjes, po kështu me pushtetin vendor, është bashkëpunuar fort me policinë e shtetit, pikërisht për të ulur sa më shumë riskun e ekspozimit dhe përhapjes së virusit. Për çdo rast, Qendra Kombëtare e Krizës me anëtarët e Ministrisë Mjedisit dhe Instituti Shëndetit Publik ka marrë masat, është mbledhur dhe janë gjithashtu urdhëruar një sër urdhrash të ministrit pikërisht për karantinimin e zonave dhe për kufizimin e ekspozimit shpendve në mjediset e Kjo është e rëndësishme shumë çfarë po thoni. Karantinimi, pra blokimi i vatrës së konstatuar, blokim lëvizjesh dhe desinfektim. Dezinfektimi. Patjetër. Desinfektim rrënjësor për një periudhë të gjatë kohore, madje dhe përtej 21 ditëve të karantinës. Në këto raste, zonja Allkoshaj, ka qenë i pranishëm dhe autoriteti kombëtar i ushqimit në atë që, në qoftë se kanë qenë zona që është verifikuar gripi i shpendve, pavarësisht se pjesa më e madhe e oboreve shtëpiake janë për konsum vetjak, po ndoshta edhe një pjesë e familjeve nxjerrin në treg produkte, në këtë rast vezë. Sigurisht patjetër. Pra keni qenë dhe ju të pranishëm dhe jeni marrë patjetër, autoriteti kombëtar i asnjë ushqimit. vezë
e dyshuar për infektim ka qenë në rrugë, le të pjesëmarrës themi, në bashkëpunim me autoritetin shtëpiake të kombëtar. keqësuar. Patjetër, Akuja ka qenë pjesëmarrëse në bashkëpunim me autoritetin kombëtar të veterinarisë dhe mbrojtjes bimëve me marrjen e dijenisë dhe informacionit për rastet e konfirmuar, qoftë edhe në oborë, edhe në Gjirokastër, edhe në pavarësisht se zonat vezët që kanë përmendëm. qenë për konsum vetjak, Akuja është siguruar që ky produkt nuk ka dalë ka në dalë te konsumatori final, po, patjetër. Për të gjitha rastet. Po, zoti Mici? Tani, në këtë pikë, një thirrje që doja t'i bëja dhe konsumatorëve, lidhet me faktin, domethënë arsyeja kryesore pse ne vëmë ndjeni edhe bashkinë dhe policinë bashkiake, është eksaktësisht për produktet të cilat tregtohen në rrugë, pra në tregje jo të miratuara nga bashkia, dhe në gjendje jashtë kontrollit Edhe të AKUS, domethënë të Agjencisë Kombëtare të Ushqimit, se në çdo cep rrugë nuk mund të shkojnë të kontrolloni. Nga tregtar ambulant. Po, thirrja që duhet i bëj konsumatorit është që të frekuentojnë dyqanet të cilat janë të licencuara. Pra t'ju shmanget pikave të pa autorizuara në për qoshe rrugësh të qyteteve tona, i ndesim rëndom, që shesin edhe me kaqile vezësh shtëpie. Të mos blenë në shitës ambulant, po. Të paktën sa të kaloj, le të themi, periudha e karantinimit, periudha e emergjencës. Ai është një produkt që është jashtë kontrollit të autoritetit kombëtar të ushqimit, i tregtuar në një vend jo të aprovuar dhe nga bashkia. Nuk ka garanci. Kështu që sigurisht nuk ka garanci. Cilësia mund të jetë shumë e mirë, por nga ana tjetër nuk ka kontroll. Është domosdoshmërisht tashmë në këtë situatë që kontrolli veterinar të rritet në një nivel disa herë më të lartë se çka qenë përpara, veçanërisht në këtë situatë. Edhe policia bashkiake është shumë e rëndësishme, por edhe ata prodhues që kanë një tepërisë produkti, ndoshta duhet kufizohen në këtë moment, jo ndoshta, por duhet kufizohen në këtë moment, për arsye sepse mund të ndodhen përpara një problemi shumë të madh që do t'i kushtojë shtrenjtë atyre në radhë të parë, por edhe gjithë atyre që i konsumojnë këto produkte. Nuk është momenti për të shitur në treg, nuk është momenti tashmë për të... Për ekonomitë familjare. Absolutisht. Ato që kanë zogjtë dhe pulave që bëjnë... Kjo duhet kufizuar në maksimumin e mundshëm, në mënyrë të tillë që ne të parandalojmë dëmin e madh që na shkaktohet. Të presim pak në 3 javë sa të mbaroj... Është domosdoshmëri. Nuk do kemi dhe raste tjera. Është domosdoshmëri. Ata të vetë karantinohen në këtë situatë, sepse kjo është një nga masat që do t'i shpëtojë vetë karantinimi është Tu po flasim për bashkëtuesit e tjerë në zonat 3 dhe 10 kilometrë, sepse të gjitha vatrat janë asgjësuar. Domethënë shpendët e secilës lloj specie në vatrat pozitive janë eliminuar të gjithë së bashku me atje ku nuk është konstatuar, sepse unë nuk besoj që gjithë veterinarët e kanë nën suverim gjithë ata që mbështrojnë pula. Nuk është mundur një gjë e tillë. Kjo gjë kthehet e pamundur sepse zakonisht edhe tregjet e kafshëve të gjalla funksionojnë në një pjesë të mirë të fshatrave në vende të pamiratuara nga bashkia. Operojnë në orët e para të mëngjesit, mbase ora 4 e mëngjesit, dhe rreziku është shumë i madh sepse janë kafshë të cilat grumbullohen në një vend, vatra e infektimit pra mund të bëhet më e madhe dhe në momentin që kjo kafshë nuk tregtohet dhe rikthehet në fermë, ajo infekton edhe pjesën tjetër të shpendëve apo kafshëve. Pikërisht, pra, zoti Misi, keni të drejtë vetë karantinimi, përmbajtja që të mos dalësh në treg në kushte jo të përshtatshme dhe jo të kontrolluara dhe të shesësh në këto... Sepse përgjegjësia është e njëjta gjë, nëse do të konstatohet edhe sikur privat jetë, po konstatua, përgjegjësia është e njëjta gjë si ai që kontrollohet dhe ai që nuk kontrollohet. Kanë të njëjtën përgjegjësi përpara konsumatorit të cilët i shkaktojnë dëmin. Atëre, po e mbyllim këtu pjesën e dytë, po marrim pak minuta pushim për mesazhet publicitare, do të kthehemi pjesë së tretë që e kemi sërish shumë interesante, mandarinat. Si jemi sjell me to dhe si duhet sillemi në të ardhmen, mandarinat shqiptare.